Shumë e vërtet. Po, kthehemi pak edhe të ndalim te zero, te fillimi, momenti kur ti vendose që të niset shkallën e parë, hapin e parë. Për pjesën e të qenurit sipërmarrëse, apo kjo ide mua më ka lindur shumë natyrshëm. Që unë në moshën 16 vjeçe planifikoja që unë në moshën 18 vjeçe, sa vë mbush 18, do të hap biznesin tim të parë. Edhe me 18 nuk e arrita, por me 19 e gjysmë po. Mira, ty diku. Po. Biznesi im i parë ka qenë, po them për herë të parë këtë, ka qenë fushën e bukurisë. Një nga profesionet të mia të para ka qenë ajo beauty, ju përkushtova bukurisë si çdo vajzë që e pëlqen të bukurën. Mendova që edhe unë duhet të bëj diçka, ose doja të bëja diçka në atë drejtim. Ka filluar çdo gjë me një studio të vogël prej 15 metër katror, me një buxhet minimal. As nuk dua të përmend shifra, sepse është e tmerrshme, ose sot them ku e ke marrë atë guxim. Mirë po, progresi ishte shumë i suksesshëm. Unë arrita të perfekcionohem ose të arsimohem në fushat e tjera, jo vetëm në pjesën e estetikës. Madje arrita të hap në Tiranë, në Shqipëri, një qendër estetike që u bë për një kohë shumë të shkurtër, goxha e famshme dhe atje. Por kam pasur gjithmonë shpirtin e sipërmarrëses. Ndaj vendosa në moshën, kam qenë moshën 28 vjeçe, të arsimohem dhe njëherë në drejtimin e menaxhimit, komunikimit e të tjera, sepse mendoj që eksperienca në praktik është absolutisht e vlefshme. Por nëse ne duam në të vërtet të drejtojmë, të kemi domethënë ato leadership skills, është e rëndësishme që idetë që kemi edhe eksperiencat që kemi t'i hedhim dhe në letër, sepse duhet të delegojmë. Në momentin që delegojmë, duhet bashkëbisedojmë me njerëz në mënyra të ndryshme, kështu që ishin disa gjëra që unë nuk i mësoja dot nga praktika. Ndaj ju referova edhe një herë arsimit, shkollimit, edhe që atëherë nuk jam ndalur. Kam marrë një rrugë tjetër, jam ndarë nga fusha e bukurisë, atë e kam sot thjesht pasion, por është një nga sipërmarrjet më të bukura që kam pasur. Edhe sot kam shumë respekt për njerëzit që e bëjnë atë, e ushtrojnë, sepse është një biznes shumë, nuk është i lehtë për të bërë, sepse është luks, nuk janë produkte që i kemi të domosdoshme për jetën, është shumë një nga produktet madje më të vështira për ta shitur, por më vjen shumë mirë që është bërë shumë fitim prurës sot. Ishte e vështirë që të ndryshosh, apo thjesht të kalosh në diçka tjetër, diçka të re, apo ishte e nevojshme? Ishte e nevojshme, unë mendoj që çdo gjë ka të bëjë edhe me zhvillimin ton personal. Unë pata një zhvillim, pata një shndrim edhe në karakterin tim, dhe këtë e bëra gjithashtu natyrshëm, më erdhi shumë natyrshëm dhe e bëra. Prandaj ju them shpeshherë edhe sot jam në këshillim biznesi, sigurim e financë, ju them dhe klientëve të mi, mos keni frikë nga ndryshimet. Ndryshimet janë të bukura dhe ka një arsye pse vjen thirrjet. Thirrja është gjithmonë e brendshme. Kur ti e mendon, gja e ke bërë për mendimin tim. Dhe nëse nuk e bën, je pak frikacak, po do të vi një moment që do ta bësh, sepse mendimet nuk na vinë rastësishëm. Vinë për një arsye. Për një arsye. Komplet qenjën tonë njerëzore. Gjithsesi, më intereson